Partitë politike kanë ndezur zyrtarisht motorët dhe mbrëmjen e 12 marsit janë bërë publike emrat e kandidatëve për deputet që garojnë në zgjedhjet e 11 majit. Pas mbledhjes maraton dhe diskutimesh në Selinë Roz, drejtuesit politik prezantuan formacionin me të cilin hidhen në fushë betejë për garën e 11 majit. Kryeministri Edi Rama dhe drejtuesi politik i Shkodrës Benet Beci ja besuan listën e mbyllur 4 emrave të rinj në rallët e socialistëve, pasi siç vetë kryesocialisti kishte deklaruar më herët, ndryshimet do të ishin të forta dhe partia do të hapej. Një shpërndarje gjeografike, një shpërndarje profesionale, një shpërndarje të gjitha moshave. E para në listë është Mariana Koçeku. Mariana ka qenë pjesë e platformës deputeti që duam, është një vajzë, është një krijuese dhe menaxhuese një prej agroturizmave të famshëm dhe të njohura në vend. Është një shembull fantastik i një vajzë e re me forcat e veta të ndërtojë një biznes, të ndërtojë një promovim, të ndërtojë një emër, një jetë me emrin e Malsoria, e cila e ka promovuar Shqipërinë, zonat tona, për brenda vendit do thoja dhe jashtë vendit. Ka mbaruar për studime politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare dhe është kënaqësi për mua ta kem pjesë të ekipit. Onid Bejleri. Onidi është një profesionist i përkushtuar me eksperiencë në fushën e inxhinierisë, është inxhinier, ka bashkëpunuar në 2 vjet e fundit shumë me mua në rolin e kryetarit të bashkisë në Shkodër, e njoh prej kohësh për arsye se ka qenë dhe një nga inxhinierët që ka realizuar shumë projekte me donatorët të infrastrukturës në të gjithë vendin dhe sigurisht dhe në veri më shumë. Gjenis Qela ka studiuar në marrëdhëniet për ndërkombëtare dhe në shkencat politike, aktualisht është menaxhere në sektorin e turizmit dhe të mediave dhe ka një përvojë, do të thoja unë, të mirë në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar në këto 2 sektorë. I 4 në listën e mbyllur të Shkodrës është Bujar Rexha. Bujari përfaqëson komunitetin e Malësisë Madhe, do të thoja brenda vendit dhe jashtë vendit. Bujari ka jetuar në një kohë të gjatë në jashtë Shqipërisë, ka një eksperiencë në fushën e ndërtimit dhe në fushën e sigurisë, njëkohësisht është një përfaqësues i cili ka ardhur dhe ka shprehur dëshirën për të rikthyer dhe për të kontribuar në vend. Me zyrtarizimin e emrave, kandidatët pjesë e kësaj gare, bashkë me falënderimin për besimin që është dhënë, shprehen optimist për një rezultat pozitiv në 11 maj në qarkun e Shkodrës. Kam besuar gjithmonë se ardhmja u përket atyre që guxojnë dhe sot kam marrë vendimin të guxoj, duke hapur rrugë për te kufive të mi. Kam vendosur të provoj të kontribuoj nga brenda sistemit, duke dhënë më të mirën dhe përvojën time, për të quar përpara dhe vëmendje në çdo cep të qarkut të Shkodrës dhe të Malësisë sime. Unë si një vajzë nga Malësia po marr guximin të përfaqësoj një komunitet historik që nuk është përfaqësuar kurrë dhe që është diskriminuar masivisht dhe padrejtësisht. Po dal si një vajzë e re për vendin tim, për rinin, e sidomos për vajzat që është mohuar e drejta të ecin përpara. Sot po e nis rrugën që për shumë ka qenë ndaluar, me shpresën për të ngritur një mal më të lartë që ata të shohin dhe të shkojnë më larg. Të dashur miq, jam i nderuar që jam zgjedhur si pjesë e listës për deputet të Partisë Socialiste. Njëkohësisht ndihem i ngarkuar me një përgjegjësi shumë të madhe kundrejt qytetit dhe krejt rajonit ton. Do t'ju kërkojmë mbështetjen tuaj në këto votime në mënyrë që të gjithë bashkë të realizojmë sa më shpejt projektet e nisura, jo vetëm në qytetin e Shkodrës, por në të gjithë rajonin, si dhe të fillojmë projektet e reja ambicioze që e kthejnë shtëpinë tonë të përbashkët në një vend të begat e të bukur siç i ka hije, me drejtimin e vetëm të shpejt për në Europë. Përpara na presin sfida dhe angazhime të reja, e prandaj kërkoj ndihmën e secilit nga ju, duke ju falendëruar për besimin. Me respekt, Onidi. Një rrugëtim i ri me përkushtim për Shkodrën. Nga sot nis për mua një angazhim i rëndësishëm, një mundësi për t'i shërbyer qytetit tim me energji dhe përkushtim, si pjesë e skuadrës së Partisë Socialiste në listën e kandidatëve për deputete. Dua të falenderoj kryeministrin Edi Rama dhe drejtuesin politik Benet Beci për besimin dhe mundësinë për të qenë pjesë e listës në qarkun Shkodër. Si një bie e këtij qyteti ndjej privilegjin të jem pjesë e ekipit Shqipëria 2030. Pas studimeve jashtë vendit, zgjodha të kthehem në vendlindje, duke ndjekur rrugën e familjes sime, që gjithmonë ka kontribuar për Shkodrën. Tani është momenti për të sjellë ide të reja, energji dhe vizion për një të ardhme më të mirë. Besoj se 11 maj është një ditë e rëndësishme për të quar përpara reformat dhe zhvillimin e qarkut Shkodër dhe Shqipërisë. Së bashku mund të bëjmë ndryshimin. Na u prifte mbara.
Malësorët e mi, miqtë e mi të diasporës, sapo u konfirmua kandidatura ime për deputet në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, si përfaqësuesi i Partisë Socialiste për Malësinë e Madhe dhe Qarkun e Shkodrës, jam shumë i motivuar dhe i vendosur që të përfaqësoj me nder dhe dinjitet Malësinë e Madhe në Kuvendin e Shqipërisë. Jam besim plot se skuadra jon në drejtimin e kryeministit Rama do të arrijë një tjetër fitore historike me 11 maj. Socialistët nga zgjedhjet e fundit parlamentare të 2021-shit në Qarkun e Shkodrës numërojnë 3 mandate dhe synojnë që në 11 maj përfaqësimi i tyre në kuvend të rritet me së paku 2 mandate, duke shkuar në 5 të tillë.